Unë ceka dhe më herët, deri në tash shumë pak është vlerësua dhe është punue për drejtat e veteranit. Në farë mënyre nuk u trajtue në atë masën që duhet trajtuet me dignitet një veteran. To marë të punësimi, të respektit, po kjo, më në menoj që kjo duhet lidhet gjithërë me legjë, me rregullore, me parlament, me qeveri. Edhe mënyrë ligjore mbrohet veteranin, mënyrë ligjore mbrohen drejtat e veteranit, edhe këto fyre që i përmeni komandantin, edhe këto të sankcionohen me legjë. Unë mëjtë ta marrë një shemë, nëse më lejohet, unë kom qenë në Gjermani, kur kom dashur më ardhë në Kosovë, para se më ardhë, e kena marrë një takim. Në atë salë kanë qenë 200-300 veta, shqiptarë, vullnetarë për më ardhë në luftë. Kur kanë ardhë autobusat me na marrë, me na pru neve të në stacion trenit, i vetë me unë më dalë më ardhë në luftë. Asë një nuk ka ardhë, nuk ka pas vullnetin, edhe këtu kemi këto probleme, se një pjesë nuk është letë me arë në luftë. Kuptu harava ata, lufta së është për gjithkanë. Lufta është këgja punë e ranë. Sport i ranë që... Unë nuk po thamë që veteranin neve duhet në marrin jo, nuk duhet me konë i dallumun e pejtireve, po të pakten mu trajtua si veteran. Të pakten mësë pas shantazhim, fyrje, jo respekt, jo... Unë isha kërku që gjithë shka të lidhet me legjë, me rregullore, edhe të lejohet e drejta e veteranët. Në fund, a presni bashkëpunim me qeverinë? Po, ne jemi përgatitur dhe mund që sa po të formohen institucionet, parlamenti dhe sidomos qeveria, ne do të kërkojmë, pa marrë parasysh kush do të jenë kryeministër, do të kërkojmë takim dhe bashkëpunim me qeverinë për t'i quar për para çështjet që kanë të bëjnë me veteranët e luftës së ushtrisë shërimtare të Kosovës.